Padyshim që kjo do t'jetë një këngë hit nga Egli. Ajo ka treguar për audiencën e saj në Instagram që do të vinë në bashkëpunim me Sergjon, pasi zëri kuptohet dhe dihet që do të jetë ai. Është një këngë që Egli kur ishte në kanape tha që është një këngë e shpirtit. Pra është një këngë që ajo e ka krijuar ndoshta nga ndjesitë e saj dhe prandaj ajo depërton thellë te publiku. E kam thënë që Egli ka një zë rënqethës, ka një zë të ëmbël, dëput që të shkon në shpirt. Pikërisht, ky është efekti edhe i këngëve të cilat krijohen me baza historike reale, pasi të sjellin ty jo vetëm atë kujtim, jo vetëm kujtimi pra të Big Brotherit e të gjithë le të themi situatave të rënda dramatike, por edhe të forta që ka kaluar Egli, por të tilla muzika me këtë tillë muzikalitet dhe me të tillë vargje, padyshim që të çojnë ty tek ngjarjet e tua. Kjo është fuqia e këngëve të tilla, kjo është fuqia që ka Egli që ende po mban të mbërthyer një publik të tërë. Do të analizoj paksa intervistën e saj që pati në Kapane tek Shpendi. Dua të them, pikë së pari, që ishte një intervistë që po e prisnin të gjithë për të mësuar më shumë për raportin e saj me Gjestin, pasi ende ka kuriozitet dhe ka pikpyetje, të gjithë duan të dinë, të gjithë duan ta jetojnë siç ishte në Big Brother, pra të vëzhgojnë 24/7 se çfarë bëjnë këta dy personazhe që padyshim mbeten ende kryefjalë e Big Brother. Se po kaloj paksa, por s'më pëlqen përdorimi që po i bëhet, pasi kam parë që edhe kolegë të mi, nëse mund t'i them, po e keq shpërdorin në mënyrën më të keqe, duke ja vënë informacioneve paleve të treta, për jo se i kanë parë në Prishtinë bashkë, për jo se Egli hipi në makinë me Gjestin, për jo se shkua në hotel. Besoj që kjo qasje e lodh publikun dhe nuk sjell asgjë produktive dhe asgjë të vërtet dhe të sinqert për një publik i cili është aty të klikon ty, të beson ty për të marrë informacionin që ka apo do t'i japësh ti për këta dy personazhe. E duke i rikthyer intervistës, Egli më duk e sinqert në 90% të saj, padyshim që ka ajo rezervat e saja dhe nuk mund të flas troç, pasi është një situatë ku siç u shpreh, është si në Big Brother, as ndej as andej. Padyshim e pash të emocionuar, e pash të vërtet, e pash të sinqert, e pash reale, por për pikat e tjera, besoj që kanë rënë dakord që mos flasin. Kur u pyet për Gjestin, ajo tha që ka një ndjesi. Është e vërtet që mund të ketë një ndjesi. Është e vërtet edhe ajo që ka thënë që kemi her pas here komunikim. Kjo do thotë që raporti i tyre është si një Big Brother, pra nuk është një lidhje e kompletuar dhe një lidhje e mirëfillt, por është një raport i cili nuk është prerë në asnjë pjesë të sajën, pasi kemi Gjestin, ai i cili ushqen audiencën për edhe portalet edhe emisionet me disa provokime të vogla që bën në koncertet e tija, kur puth bluzën me foton e Eglit. Nga ana tjetër provokon edhe me gjeste të vogla, kur është si për shembull në Pavlan, ku hedh disa thumba të vogla për të mbajtur kuriozitetin apo për të shtuar impaktin apo të folurën për raportin që ai ka me Eglin. Nga ana tjetër Egli, kur u kërkua që të përmendë disa nga kujtimet e saja apo momentet më të bukura në Big Brother, padyshim që përmendi takimin me familjarën dhe e dyta një sfidë, por pikërisht sfida që lidhet me Gjestin, sfida e rezistencës, ku për orë të gjata ata qëndruan trup më trup. Kjo do thotë që nuk e tha në mënyrë indirekte, kjo do thotë që nuk e tha në mënyrë të drejtë për drejtë, por indirekte, që një nga momentet e saj është pikërisht kjo sfidë. Edhe për disa të tjerë prisnin që mund të thoshte dasma, por do të ishte sërish në syrin e kritikave, duke thënë që Egli ende po përpiqet dhe ende po përdor Gjestin. Unë jam aty, unë e shikoj çdo ditë, e shikoj çdo ditë, e them 3 herë, pasi e shikoj me të vërtet çdo ditë
mbështetjen që ka Egli me njerëz që e duan dhe nuk janë as pak, le të themi, si i cilësojnë adoleshent, pasi në të kundërtën do të ishte edhe fyerje për vetë adoleshentën që ne i trajtojmë si njerëz të vegjël, pasi janë ata që japin suportin dhe i shikojnë këta personazhe si idhut të tyre, por Egli ka mbështetës njerëz të cilët ka një jetë, ka një profesion, pra janë njerëz të mëdhenj në moshë, dhe nuk ka as pak kjo që i vihet, le të themi, ky Tiger, dhe që i vihet ky Tigerti që Egli ka vetëm adoleshent. Nga ana tjetër, ajo që e bën Eglin të veçantë dhe që e përthith audiencën dhe e bën atë të kërkuar dhe të dëshiruar, le të themi, për ta dëgjuar në intervista apo në këngë, është ajo brishësia që ka. Është mënyra e komunikimit elekuent, përthithës, edhe që të bën që të mos mërzitesh kur ajo flet. Nga ana tjetër, edhe në raport me Gjestin, nuk mendoj që ka një lloj abuzimi apo përfitimi nga ana saj. Nëse do të ketë përfitim, do të jenë të dyja palët që kanë rënë dakord për të pasur këtë lloj raporti, siç e them unë, në tym, pasi është në tym. Për disa mund të thonë që ata kanë zgjedhur që të kenë, le të themi, jetën e tyre private, siç u shpreh Egli në krye të intervistës, duke ja lënë në thonjza të gjithë barrën e tregimit të situatës Gjestit, pasi ajo tha që Gjestin ka preferuar që ta mbaj anën e tij private edhe të mos flas, edhe pse unë i përmenda më lart që provokimet Gjesti në koncerte nuk i ka lënë, pra do thotë që edhe jetën e tij private ai e hedh si paksa ushqim për mediat edhe për rrjetet sociale. Ajo çfarë më pëlqeu tek Egli në këtë intervistë është qëndrimi i saj, por edhe brishtësia që tregoi her pas here. Kjo duke treguar që nga një eksperiencë ku ajo pati zhvillimet më të forta në një Big Brother, ja ka dalë dhe ka hedhur pas krave ndoshta dhe vrerin që është hedhur nga njerëz në rrjetet sociale dhe ja ku është sot një nga personazhet më të kërkuar dhe një nga personazhet me mbështetjen më masive. Këta ajo po e tregon edhe në projektet që po sjell dhe në ato që do të sjell, siç ka premtuar.